Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Si çdo herë falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në amshëm. Jeta është një mundësi që nuk përsëritet dy herë. Kjo nënkupton që besimtari duhet të ndjek një kod, një sër rregullash, në mënyrë që jetën ta bëj që pastaj të mos ndjej keqardhje pse e ka quar dëm atë. Pra, duhet që të ndjek një kod në mënyrë që Allahu te bareke ve taala të jetë i kënaqur me të në ditën kur do ta takojmë. Prandaj dietarët musliman janë munduar që her pas herë të japin këshilla të cilat na rikujtojnë këtë gjë, të cilat na thrasin në mënyrë që ne t'i kushtojmë vëmendje, t'i kushtojmë rëndësi të madhe mënyrës se kalojmë kohën tonë. Dhe ato që ne sot me lenë Allah te bareke ve taala do t'i prezantojmë para jush, nuk janë thjesht këshilla, janë mësime jetësore, të cilat po i ndoqëm me lenë Allah te bareke ve taala ne do t'jemi prej të shpëtuarve. Fjala është për 5 këshilla të cilat na i ka dhënë një urtar i çmuar, një urtar i dalluar i ummetit islam. Është fjala për Fudail ibn Iyadin, Allahu e mëshiroft. Fudaili ka thënë kësaj: "Kafa billahi muhibba wa bil Qur'ani mu'nisa wa bil mauti wa'idha wa bi khashyati Allahi ilma wa bil igtirari jahla." Një besimtari i mjafton Allahu si i dashur, i mjafton Kur'ani si shoqërues, i mjafton vdekja si këshillues, i mjafton për ulja ndaj Allahut si dije dhe i mjafton vetmashtrimi si ignorancë. Pra, janë 5 këshilla që në fakt para nesh ato, si tham, nuk janë thjesht këshilla, janë edhe mësime jetësore, dhe para nesh ato zbulojnë edhe konceptin e vërtet për dashurinë, për shoqërinë, për këshillën, për diturinë dhe ignorancën. Se çfarë fshihet në to, me lenë Allahu te bareke ve taala, ne do të shpjegojmë në vazhdim. Dhe duke qenë se është hera e 4 që ne e citojmë Fudail ibn Iyadin, ne nuk do të ofrojmë një përmbledhje biografike për të siç kemi bërë herave të kaluara, por do të vazhdojmë drejt për drejt me këshillat që i ka dhënë, për të parë se çfarë në të vërtetë fshihet në to, se çfarë mësime të çmuara ne mund të nxjerrim prej tyre në mënyrë që ato të jenë si shenja në rrugë që ne të arrijmë tek Allahu te bareke ve taala, duke qenë Allahu i kënaqur me ne. E para ka të bëjë që nëse ne duam që jeta jonë të mos shkoj hoq, të mos e çojmë dëm jetën tonë, atëherë duhet që Allahun te bareke ve taala ta marrim për të dashur. Pra, neve si besimtar na mjafton dashuria Allahut te bareke ve taala. Dhe ndërsa themi këtë, më duhet që të përmend disa dietar të cilët na kanë kujtuar se fakti se ne jemi të krijuar për Allahut xhallahu ala, fakti se ai na furnizon, fakti se çdo gjë që e kemi prej tij, nënkupton se dashuria jon për Allahun te bareke ve taala është e natyrshme dhe nuk ka diçka për të çuditur në këtë. Pra, dikush që të ka bërë kaq shumë mirë, dikush që i varur prej tij në çdo gjë, atëherë duhet ta duash gjithsesi. Por ajo që ka rëndësi primare dhe që neve duhet na preokupoj më së shumti, është se a na do Allahu te bareke ve taala apo jo. Pra, derti jon, brenga jon, galja jon, duhet të jetë se a na do Allahu xhelle u ala. Prandaj si besimtar ne duhet që t'i kushtojmë rëndësi të madhe kësaj gjëje, në mënyrë që Allahu te bareke ve taala të na dojë, nga se
dashuria është vërtet e rëndësishme. Dashuria e Allahut te bareke ve teala për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ne kemi përsëritur edhe në këtë seri, por edhe në takime tjera dhe sigurisht nga shumë hoxhallar tjerë se çështja e dashurisë në fe është çështje e veprave të zemrës. Pra lidhja jonë me Allahun te bareke ve teala, dashuria për Allahun te bareke ve teala është prej atyre veprave më me peshë në fe, të cilat nuk janë vetëm emocion, por janë në të njëjtën kohë edhe besim, janë edhe credo, janë edhe akide. Prandaj ne si besimtar i kushtojmë rëndësi teje të madhe në mënyrë që koncepti jonë për dashurinë të mos devijojë. Ajo që do doja fillimisht përmend, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, tek dashuria është se dashuria është se thua është një koncept i dyfisht. Ne duam që të jemi të dashurit e Allahut te bareke ve teala. Por për të arritur një gjë të tillë nuk mjaftojnë fjalët, nuk mjaftojnë pretendimet. Ajo që ne duhet ta bëjmë është që këtë ta dëshmojmë me vepra. Pra ne e duam Allahun kur bëjmë vepra të mira dhe kur bëjmë vepra të mira, Allahu te bareke ve teala na do edhe neve. Nga se në Kur'an Allahu te bareke ve teala ka zhvlerësuar pretendimet e atyre që kanë thënë se e duan Allahun xhallahu ala, se madje janë të veçuarit e tij, se janë njerëzit e përzgjedhur të tij. Allahu te bareke ve teala ju ka thënë kësaj: Kul falime yu'adhibkum bi dhunubikum. Thuaj, nëse ju po pretendoni kësaj, atëherë përse Allahu xhallahu ala po ju ndëshkon ju për mëkatet tuaja. Pra këta njerëz kanë pretenduar dashurinë e Allahut xhallahu ala. Mirë po nuk janë ndarë nga gjunat, nuk janë ndarë nga mëkatet. Prandaj edhe janë ndëshkuar. Fakti se kanë bërë mëkate tregon se dashuria e tyre ka qenë pretendim, pra fjalë rreme. Dhe fakti tjetër se Allahu xhallahu ala i ka ndëshkuar tregon se Allahu nuk i ka dashur. Allahu nuk i do mëkatarët, ata që e sfidojnë me gjunahe, ata që e teprojnë me gjunahe, ata që ngulin këmbë në gjunahe, ata që bëjnë krime të ndryshme, ata që madje edhe të dërguarit e Allahut te bareke ve teala i kanë vrarë e i kanë masakruar. Pra, dashuria nuk është pretendim, dashuria është besim dhe vepër e cila reflekton. Për këtë arsye Allahu në Kur'an edhe besimtarëve musliman, të cilët kanë pretenduar se duan Allahun xhallahu ala, u ka kujtuar këtë fakt. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, më ndiqni mua që Allahu t'ju doj. Pra dashuria edhe tek besimtarët musliman është vepër, është besim dhe vepër, jo pretendim. Prandaj nëse ne duam që edhe ta duam Allahun, por edhe të na dojë Allahun, atëherë duhet që këtë ta dëshmojmë me vepra të mira dhe të largohemi nga mëkatet. Dashuria e Allahut te bareke ve teala është synimi më madhor. Është qëllimi më i lartë, është pika më kulminante ku mund të arrijë një besimtar. Dhe e rëndësishmja e saj, të nderuar vëllezër, është se në momentin që ne bëjmë këtë përpjekje për të arritur tek dashuria e Allahut te bareke ve teala, atëherë lidhja jonë me të tjerët shkputet. Jo në kuptim të arrogancës, por në kuptim të varësisë. Pra lidhja jonë me të tjerët, me njerëzit shkputet, jo në kuptim se ne nuk duam që t'ja dim për ta, por në kuptim të varësisë. Për ne synim kryesor është dashuria e Allahut te bareke ve teala. Dhe për të arritur një gjë të tillë, ne nuk kursejmë nga vetja asgjë. Prandaj në historinë islame gjejnë kaq shumë shembuj të njerëzve të cilët duke dashur Allahun te bareke ve teala janë shndruar në modele, janë shndruar në shembuj që mbesin të tillë për të ndjekur, për të përvetësuar, për të pasuar
deri në ditën e llogarisë. Ne thamë se dashuria për Allahun te bareke ve teala është reflektim. Pra nuk është diçka që të kurret në fjalë, në pretendime, por është diçka që manifestohet nëpërmjet veprave, madje veprave më të mira të mundshme që një besimtar mund t'i bëj. Dhe këtë ne e gjejmë edhe në Kur'anin fisnik. Në shumë vende Allahu te bareke ve teala na kujton se për të arritur dashurinë e tij, për të qenë të dashurit e Allahut xhallahu ala, duhet që dallojmë për disa virtyte, për disa vepra të çmuara. Për shembull, në mesin e tyre Allahu ka përmendur devotshmërinë. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Në kapitullin Taube, Allahu ka thënë Allahu i do ata që janë të ruajtur nga mëkatet. Pra, në qoftë se ne bëjmë vepra të mira dhe ruhemi nga gjunahet, nga mëkatet, ne bëhemi të devotshëm. Dhe në momentin që ne fitojmë devotshmërinë, devotshmëria bëhet përditshmëri e jona, bëhet praktike e jona, atëherë ne në fakt e kemi fituar edhe dashurinë e Allahut te bareke ve teala. E duke qenë se jemi njerëz dhe mëkatet janë të mundshme edhe për të devotshmet, madje janë të mundshme edhe për evlijat, ata që janë në majë të devotshmërisë, atëherë tipar i njerëzve të devotshëm, vepër e njerëzve të devotshëm është edhe pendimi. Dhe pikrisht ata që pendohen, Allahu te bareke ve teala i do. Allahu ka thënë Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i don ata të cilët pendohen shumë tek ai. Pra nëse ne sa herë që mposhtemi nga epshi dhe bëjmë një mëkat dhe kthehemi shpejt e pendohemi, madje e përsërisim pendimin disa herë, atëherë jo vetëm që na shryhet një mëkat, por Allahu te bareke ve teala edhe na don, nga se kështu ka thënë dhe fjala e tij është e vërtetë, Allahu i do ata që pendohen. Allahu i do ata që janë të drejtë. Drejtësia është prej atyre tipareve, kryetipareve, kryevlerave për të cilën dallon Islami. Allahu ka thënë waqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, dhe jeni të drejtë, nga se Allahu i do ata që janë të drejtë. Pra, duke ndarë drejtësi, duke u treguar i panshëm, duke u treguar parimor, duke u treguar objektiv, ne e fitojmë edhe dashurinë e Allahut te bareke ve teala. Dhe këtu qëndron mbase arsyeja pse Allahu te bareke ve teala neve besimtarve nuk na ka vlerësuar në bazë të gjërave formale, ngjyrës, gjuhës, përkatësisë gjeografike, por na ka dalluar në bazë të tipareve dhe pikërisht në bazë të tipareve dhe Allahu na ofron. Ata që janë më afër Allahut xhallahu ala, nuk janë arabët, nuk janë turqit, nuk janë shqiptarët, nuk janë të tjerët, janë të drejtët. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë ahabbu an-nasi ila Allahi yawm al-qiyamah wa adnahum minhu majlisa imamun adil. Njeriu në cilin Allahu më së shumti do ta dojë në ditën e Kiametit dhe do ta ofrojë më së shumti është imami i drejtë, është prisi i drejtë, është lideri i drejtë. Pra, nëpërmjet tipareve, nëpërmjet virtyteve, nëpërmjet veprave të dalluara, ne e fitojmë dashurinë e Allahut te bareke ve teala. Po kështu ne e arrim dashurinë e Allahut xhallahu ala kur përpiqemi që tërë atë që ne e bëjmë, ta bëjmë në mënyrën më të mirë dhe më të përsosur. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, Allahu dëshiron për ju që kur dikush ta bëjë një vepër, ta bëjë në mënyrë të përsosur. Pra, puna të cilën e bën, kudo që të jesh, puna halal, puna lejuar, duhet që të kryhet me përgjegjësinë më të madhe dhe duhet synosh të arrish atë kufirin e përsosërisë, nga se duke u përpjekur kësaj
të edhe arrin dashurin e Allahut te bareke wa taala. Në një ajet kuranor Allahu ka thënë wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i do ata që veprojnë mirë në çdo aspekt. Po kështu në një hadith Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë inna Allaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli shay. Allahu është muhsin, bamirës, dhe e do bamirësinë, kryen e veprave mirë në çdo gjë që ju e bëni. Po kështu Allahu i do ata që janë të pastër edhe shpirtërisht, por edhe fizikisht. Ne si besimtar e kemi moto pastërtin. Pastërtia është pjesë gjysma e besimit ton. Prandaj duhet të dallojmë për të, sepse edhe e dëshmojmë besimin, por edhe e arrim dashurinë Allahut xhallahu ala. Allahu ka thënë inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu i do ata që janë të penduar, pra që janë pastruar shpirtërisht, por i do edhe ata që janë pastruar fizikisht. Ne besimtarët duhet të dallojmë për pastërtinë. Kjo ishte sa i përket këshillës së parë të Fudailit, që Allahun ta marrim për të dashur, që Allahu të na dojë neve, nga se dashuria është synimi kryesor dhe është e arritur absolutisht më e madhe e një besimtari. Këshilla e dytë e Fudailit ka të bëjë me marrjen e Kur'anit për shoqërues. Kur themi shoqërues, për qëllim është që ne të afrohemi me Kur'anin, që raporti ynë me Kur'anin të jetë ndryshe, që lidhja jonë me Kur'anin të jetë ndryshe, që ne të shkrihemi në mësimet kuranore, që ne të edukohemi nëpërmjet Kur'anit, që ne të zbusim nefsin ton nëpërmjet Kur'anit, që ne të gdhendim karakterin dhe moralin ton sipas mësimeve dhe udhëzimeve të Kur'anit. E si të mos e bëjmë një gjë të tillë, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, kur Kur'ani është fjala e Allahut te bareke ve teala. Kur Kur'ani e ka këtë pozitë që e ka, prandaj nuk ka asgjë për të çuditur pse ne duhet të jemi kaq shumë të lidhur me Kur'an, nga se është fjala e Allahut, është ajo që Allahu e shpalli për ne në mënyrë që ne ta drejtojmë rrugën, që ne ta drejtojmë jetën tonë në rrugën më të drejtë. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, nuk ka mësim e që verzioni i tij më të bukur dhe më të mirë nuk e gjeni në Kur'anin fesnik. Prandaj ne i kushtojmë rëndësi Kur'anit, nga se e dim që Kur'ani ta luajë rolin e tij. Nuk duhet që raporti ynë me të jetë i ftohur, të jetë raport formal, të jetë raport pasiv. Madje edhe leximi i Kur'anit nuk duhet të jetë pasiv. Ka lexime që janë pasive. Leximi i germave të Kur'anit është, do ta quajë lexim pasiv, nga se nuk arrin njeriu që ti meditoj kuptimet e tij, ti zbërthej mësimet e tij, dhe përpasoj privohet nga të mirat të shumta. Prandaj Allahu xhallahu ala na ka kujtuar në Kur'an se leximi i vërtet, ai që reflekton tek besimtari, është leximi i kuptimeve të Kur'anit, duke qenë i vëmendshëm, duke u fokusuar në këto mësime. Ka thënë Allahu te bareke ve teala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Vërtet në këto gjëra që ne po a themi, ka përkujtim, ka këshill, ka mësime për ata që kanë zemrë, për ata që dëgjojnë dhe që janë të pranishëm me tërqenjen e tyre. Pra jo vetëm fizikisht, por janë me vëmendjen e tyre, janë me kujtesën e tyre, janë me zemrat e tyre, fjalën e Allahut te bareke ve teala e lexojnë ashtu siç duhet të lexuar. Fjala e Allahut duhet na shërbejë që ne ta ndryshojmë jetën tonë, që ne ta përmirësojmë veten tonë. Për shembull, e lexojmë çdo ditë kapitullin Fatiha, Iyyaka na'budu, o Zot, ne ty të adhurojmë. Është mirë që sa herë ta lexojmë këtë, t'ia kujtojmë vetes sonë se
A jemi prej atyre që vërtet e adhurojmë Allahun siç kërkon? Duhet marrim shkas nga ky ajet dhe ajetet të ngjashme që ta rishikojmë qëndrimin tonë, që ta rishikojmë adhurimin tonë, që madje siç kanë vepruar shumë dietarë, ta përtrim besimin tonë. Ta përtrim besimin tonë nga se ndonjëherë mund të na përvidhen gjëra që janë të gabuara, prandaj këto përkujtime na shërbejnë që ne edhe adhurimin të ndreqim, por edhe para çdo gjëje besimin tonë ta kemi në raport me Allahun te bareke o teala mirë. Këto ndëruar vëllezër, mbase në këto kuptime fshihet edhe ai mësimi që Fudaili ka dhënë në një rast tjetër kur ka thënë se nëse Allahu nuk e zbut dikë me Kur'an, atëherë mos pas gjë që e zbut zemrën e tij. Allahu na zbut zemrat me Kur'an. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahut te bareke o teala për të vazhduar me këshillat e urtarit ton Fudail ibn Iyadit, Allahu e mëshiro. Këshilla e radhës e Fudailit ka të bëjë që vdekjen ta trajtojmë si këshill. Është e vërtetë se vetëm fjala vdekje ndonjëherë na lemeris, na trishton, na frikson, por nëse ne do të ndaleshim dhe të analizojmë kuptimet kuranore, kuptimet e ajeteve, kuptimet e haditheve që për tematik kanë vdekjen, do të shenim se nuk ka gjë për të friksuar. Në fakt, nëse do duhet të friksoheshim, do duhet që vetëm pse kemi anashkaluar vdekjen si përkujtim, kjo do duhet na friksonte. Siç e dini, në metodologjinë fetare, edukimi bëhet në dy forma. Bëhet nëpërmjet nxitjes, nëpërmjet kurajes, nëpërmjet stimulimit, duke përmendur shpërblimin për veprat e mira, por bëhet edhe nëpërmjet friksimit me ndëshkim për ata që ndjekin rrugën e gabuar. Prandaj ne në këtë kontekst e gjejmë vdekjen si këshill. Tekstualisht Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: përkujtojeni, përmendeni shpesh atë që i shkatërron kënaqësitë e kësaj dynjaje. Nëse jeni lidhur pas dynjas, nëse ana materiale ka filluar që ta cimentoj shpirtin tuaj, që t'ju largojnë nga rruga e drejtë, atëherë keni një mundësi, keni një mjet që zemrën tuaj mund ta kthej sërish në gjendjen e vërtetë, dhe ky mjet është përkujtimi i vdekjes. Dietarët musliman kanë thënë, për shembull, njëri prej të parëve, prej brezave të parë, Tejmiu ka thënë, janë dy gjëra të cilat mua më bëjnë që kënaqësinë e kësaj dynjaje, lidhjen për këtë dynja, për anën materiale të saj, ta shkëpos. E para është përkujtimi i vdekjes, dhe e dyta është përkujtimi të qëndruarit para Allahut te bareke ve teala. Pra, sa herë që unë kujtoj vdekjen, e kujtoj se do të ndahem nga kjo botë, se këto gjëra materiale që kaq shumë po japemi pas tyre, do të mbesin të gjitha në këtë botë. E kujtoj se unë do të dal para Allahut dhe për këto gjëra që e kam humbur jetën në to, unë do t'jap llogari. Prandaj kush e kujton vdekjen dhe kush e kujton atë që vjen pasaj, nga se vdekja në Kur'anin famadh dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasalam përmendet si një moment, kalimi prej një jete ku kemi punuar në një jetë të përhershme, ku do të shpërblehemi për të mirat, ose Allahu na fal, me drejtësinë e tij do të ndëshkohemi për gabimet tona. Prandaj, nëse ne kujtojmë vdekjen dhe kujtojmë qëndrimin para Allahut për të dhënë llogari, atëherë nuk do të lidhemi pas kësaj dynjaje. Vdekja, të nderuar vëllezër, është fundi çdo gjëje. Është fundi çdo kujt përveç Allahut te bareke o teala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen.
Prandaj vdekja nga kjo perspektivë, pra nga ajo se është momenti ndarës, është vija ndarëse ndërmjet punës dhe shpërblimit, që ndonjëherë edhe mund të jetë moment i trisht për ata që e kanë quar jetën dëm, është quajtur fatkeqësi. Allahu ka quajtur në Kur'anin fatkeqësi dhe na ka treguar se ato momentet e fundit të jetës, ato momentet kur shpirti bën që del nga trupi, që të ndahet nga trupi, janë momentet kur njeriu e përjeton këtë keqardhjen e madhe, pse ka quar jetën dëm, pse ka kundërshtuar Allahun te bareke u teala gjatë jetës së tij. Çfarë thot Allahu në kapitullin Mu'minun, hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un. Kur ndonjërit prej tyre t'i vije vdekja, momentet e fundit të jetës, e ka një kërkesë dhe thot, o Zoti im, më kthen sërish në dynja, la'alli a'mal salihan fima tarak, që ta bëj vetëm një vepër të mirë të cilën nuk kam pasur mundësi ta bëja sa isha ende i fortë dhe kisha mundësi të veproja. Pra, është momenti i ndarjes, është momenti kur tani më e vërteta zbulohet, tani më e kupton se bota tjetër nuk ka qenë prallë, nuk ka qenë e pavërtetë siç ka vepruar gjatë të jetës, siç ka menduar gjatë të jetës dhe ka vepruar në kundërshtim me këtë të vërtetë. Tani më kërkon që të kthehet, por Allahu te bareke u teala thot, kalla innaha kalima huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Asese, kjo është vetëm një fjalë që ai po e thot, dhe para tyre kanë barzakhun deri në ditën kur do të ringjallen. Pra, kjo keqardhje që shprehet në fund të jetës nuk jep më efekte dhe nuk i bën dobi atij që e ka kaluar tër jetën duke e mohuar Allahun te bareke ve teala, duke e nënvlerësuar fenë e tij, duke i shpërfillur obligimet ka shi Allahut te bareke ve teala. Prandaj nderuar vëllezër, është shumë e rëndësishme që vdekja të na shërbej neve si këshill, si mësim, si diçka që ne mundohemi ta ndërtojmë jetën tonë me të, mundohemi që të bëjmë vepra të mira me përkujtimin e saj. Sa njeriu që ne kemi njohur, të pasur, të famshëm, të pushtetshëm, por që gjithë kanë vdekur dhe nuk kanë marrë asgjë me vete. Madje ata jo vetëm që nuk kanë marrë, por është dëshmuar se sa të pafuqishëm janë, nga se ajo arroganca, ajo fodollëku, ajo kryenetësia, kryelartësia që e kanë pasur sa kanë qenë në pushtet, nuk ju ka bërë dobi asgjë. Kanë mbetur të vetëm, kanë mbetur në varreza, dhe kjo, nderuar vëllezër, duhet të shërbejë si mësim që ne fakti që kemi parë kaq shumë të vdekur, kaq shumë njerëz që kanë vdekur, fakti që dim kaq shumë histori të këtyre njerëzve, duhet na shërbejë si mësim që ne të mos bëjmë gabime të tilla. Allahu ka thënë: "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir." A nuk ju kemi dhënë ne juve jetë të mjaftueshme, aq sa ai që ka dashur të merr mësim ka pasur mundësi, e madje juve ju kemi dërguar edhe pejgamber. Pra, kemi jetuar mjaftueshëm, nuk janë pak 60 vite të jetosh. Dhe për gjatë këtyre viteve të mos marrësh mësim asnjëherë. Pra, është gabim i madh, është diçka që nuk justifikohet para Allahut te bareke ve teala. Është diçka që nuk justifikohet para Allahut xhallahu ala, nga se të kesh kaq shumë mundësi. Këto, për shembull, ajetin që ne përmendëm, Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, përmend se thinjet në kokën tonë janë dëshmi se ne po plakemi dhe po i afrohemi vdekjes.
këta njerëz që ne i shohim që kanë vdekur janë si thuaç për ne, sikur tabelat në rrugë që na tregojnë se edhe ne kemi fundin një ditë. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadith të sakt: "A'adharallahu ila mri'in akhara ajala hatta ballaghahu 60 sana." Allahu nuk i ka lënë arsyetim, nuk i ka lënë justifikim një njeriu që ja ka mundsuar të jetojë për 60 vite. Ke jetuar 60 vite dhe nuk e di se duhet ta falësh namazin, nuk e di se duhet të agjërosh, nuk e di se duhet të largohesh prej gjunaheve, nuk e di se ke me vdek, jo për Zotin. Nuk do të kesh arsyetim para Allahut xhelle wala, nga se e ke shpërfill të vërtetën, e ke jetërguar i shkujdesur ndaj saj dhe fajen e ke te dhe vetëm te. Këshilla tjetër e dietarit ton, e urtarit ton, ka të bëjë me për uljen se dituri. Dituria nuk është ai grumbulli i madh i informacioneve, nuk është deponimi në trurin ton i informacioneve të shumta, por është reflektimi i saj. Reflektimi i saj në radhë të parë me Allahun te bareke u teala. Pra në qoftë se ne tregohemi të devotshëm, në qoftë se ne tregohemi të përulur, ne atëherë në fakt kemi treguar se kemi marrë diturinë e vërtetë, nga se dituria për qëllim, për synim, ka që neve të na ndreq brenda dhe jashtë, pra shpirtërisht dhe moralisht na bëj që ne të jemi të mirë me Allahun xhallahu ala dhe të tjerët, dhe kësaj ne arrijm që të bëhemi dietar të vërtet. Për këtë arsye Muhamedi alayhi salatu wasalam e lutte Allahun xhallahu ala për dituri të dobishme, pra jo për informacion, por për dituri të dobishme. O Zoti im, të lutem që të më dhurosh dije të dobishme, dije të atill që më afron me ty, që më bën të përulur ndaj teje, që më bën të kem frikë në çdo gjë, në mënyrë që ta bëj të duhurën dhe të shmangem nga e ndaluara. Kësaj dije i është dhënë rëndësi në Kur'anin famall, jo dijeve tjera. Allahu ka thënë: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ata që kanë besuar dhe kanë dije që e dëshmon besimin, që i dëshmon veprat e mira në praktik, ata janë njerëzit që Allahu te bareke u teala i ka ngritur. Po kështu Allahu na ka treguar se vetëm dietarët e vërtet janë ata që marrin mësim, innama yatadhakkar ulul albab, ata që janë të ditur, që janë të mençur, ata nga këto fakte të shumta të Allahut te bareke u teala udhëzohen dhe këshillohen. Këto qëndron mbase edhe ajo arsye pse Allahu na ka mësuar që ne të kërkojmë shtim të kësaj dije. O kur rabbi zidni ilma, dhe luto e thuaj o Zoti im, ma shto diturin. Nëse dituria është kjo që është, pra nëse role dhe efekti saj janë që besimtarin të bëjnë të përulur, të bëjnë të devotshëm, të bëjnë të atill që të lidhet me Allahun te bareke u teala, atëherë ka diçka që është si thuaç ana e kundërt e saj, e që ka të bëjë me vetmashtrimin. Nëse përulja është dituri, vetmashtrimi me atë që ke bërë është ignorancë. Pra të mendosh se ke bërë mjaftueshëm dhe tani më patjetër duhet që të shkosh në xhenet, patjetër duhet që të jesh i falur, patjetër duhet që të kesh shpërblime të mëdha, atëherë ke gabuar. Nga se kjo nuk është karakteri besimtarit, kjo nuk është qasja besimtarve, këto nuk janë mësimet e Islamit. I dërguar i Allahut, më i përzgjedhuri i Allahut, besimtari që më së shumti e ka njohur Allahun, e ka dashur Allahun, ja ka patur frikën
Allahu te bareke ve taala ka thënë një ditë kësaj: "Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-janna." Nuk ka njeri të cilin do ta fut në xhennet vepra e tij. Kush do qoftë ai? Than, o i dërguari i Allahut, a as ty vepra jote e shumë nuk mundet që të fut në xhennet? Muhamedi alayhis salam tha jo, përveç nëse Allahu i madhruar më mbulon me mëshirën e tij. Pra, në qoftë se ne mashtrohemi me veprat të cilat i kemi bërë, në qoftë se ne mashtrohemi me punët të cilat i kemi bërë, në qoftë se neve na duket se me namazin ton, me agjerimin ton, me sadakan ton, ne e kemi blerë xhennetin, atëherë ne gabojmë. Nga se sistem kjo nuk përkon me karakterin e besimtarëve të vërtetë. Xheneti i Allahut është më i mirë se që ne mund të imagjinojmë dhe më i shtrenjtë se çdo vepër që ne mund të bëjmë. Me asgjë që ne e bëjmë nuk mundet që ta fitojmë atë. Në xhenet do të takojmë Allahun te bareke ve taala dhe nuk ka vepër e jona e cila përveç besimit e cila na bën që ne të jemi aq meritor sa që ta kemi këtë mirësi. Prandaj Allahu xhallahu ala në Kur'an na ka kujtuar se tipar i besimtarëve të vërtetë është modestia, jo kryelartësia, jo vetmashtrimi, jo këto mendimet e gabuara se kanë bërë për Allahun shumë. Ja çfarë ka thënë Allahu në Kur'an: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila." Kur besimtarët japin zakatin ose bëjnë vepër të mirë, e bëjnë ndërsa zemrat e tyre janë të mbërthyera nga frika, annahum ila rabbihim rajiun, se ata tek Zoti i tyre do të kthehen. Dietarët kanë përmendur se ajo që e bën një besimtar me rastin e kryerjes së një vepre të mirë, ta ketë këtë frikë, është jo frikë çorientuese, jo frikë që e largon nga Allahu te bareke ve taala, por frikë e modestisë. Frikë e cila e bën të mendoj se Allahu që kaq shumë ne i kemi borxh, që çdo gjë e kemi prej tij, që na ka dhënë kaq shumë të mira, a thua a kam bërë mjaftueshëm për të? Kjo vepër që unë e kam bërë, a përkon me madhështinë Allahut te bareke ve taala? A përkon me krenarinë Allahut te bareke ve taala? A është e atill që unë mund t'ja ofroj Allahut xhallahu ala? Nëse ne një vepër, nëse ne do t'i ofronim dikujt për njerëzve, për shembull një mbreti, një kryetari, ndonjë gjë, do të përpiqeshim që atë që e bëjmë, ta bëjmë në mënyrën më të mirë. E si të veprojmë me Allahun te bareke ve taala kur ai është mbreti i mbretërve, kur në dorën e tij është çdo pushtet, kur në dorën e tij është çdo gjë. Prandaj nderuar vëllezër, na duhet që me rastin e kryerjes së veprave të kemi këtë modestinë e cila e lufton pamshirshëm vetmashtrimin, e cila na bën që t'i përgjerohemi Allahut te bareke ve taala në mënyrë që ta meritojmë faljen e tij dhe që Allahu te bareke ve taala të jetë i kënaqur me ne. Pra, si përfundim, nëse ne duam që të jemi prej besimtarëve të mirë, atëherë duhet që të punojmë për ta fituar dashurinë e Allahut te bareke ve taala. Duhet që Kur'ani të mos jetë libër dekorativ në shtëpitë tona, por të jetë libër që ne e udhëzojmë jetën tonë sipas mësimeve të tij. Vdekja duhet që jo të na friksoj, por të na edukoj, të na bëj që ta bëjmë atë më të mirën, por kështu duhet që të jemi të përulur, pra që dituria jonë të reflektojë, dhe duhet që të jemi modest e jo të vetmashtruar, nga se vetmashtrimi është shkatërrim, ndërsa modestia është lartësim në këtë dynja dhe me lejen e Zotit shpëtim në botën tjetër. Allahu na bëf prej besimtarëve të mirë dhe devotshëm, dhe deri në takimin tonë të radhës qofshim në përkujdesjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.